Përshëndetje, doni t'ju tregoj një recetë për të pastruar soben, banjon, të gjitha fantastike. Marrim në një çotël dhe hudhëm gjysmën e detersivit, gjysmën e lashthinës, siç shikohet këtu. Tani marrim pas dhëmbësh, një lugë. Shikojeni një lugë, e vëmë këtu, edhe përzim mirë. Sa të bëhet një krem, shumë. Ja pasi kam përzir mirë, edhe kolorin e ka ndryshuar komplet. Në një çotël tjetër do bëjmë 300 ml ujë dhe një lugë sot, ja do ja tregoj tani. Ne pra bëjmë 300 ml ujë, marrim një lugë sod. Pak, më falni. Një lugë sod, dhe përzim mirë, kemi duke përzir. Tani të dy masat i përzim bashk në këtë lloj mënyre. Okej. Dhe vazhdoj me përzim. Të masën e përzim kështu. Dhe vëjmë të një që ishte i lashëm. Ja se ktheva këtu që ta kthem më kollaj këtu tani. Kështu. Ja pra e mbyllim. Okej. Japim 2 tundje kështu. Dhe tani do ta bëjmë fluksin ta shihni se çfarë bën kjo. Ja në fillim do ta provoj te ky tigani që ka çfarë krepa, sa bëj krepa bëhet kështu. Edhe shikoni se çfarë rezultate do japet. Ja pra, në 1 minutë edhe së bardhë. Okej, tani ta shflam ta shohim që thash një. Kuptohet, do të kanë atëmi kanë do gjakot. Okej, shihni se çfarë rezultate shkojnë. Funksionon. Vazhdojmë me sodën tani. Marrim këtë. E bëjmë çik kështu. Dhe vazhdojmë një spugjë. Bëhet dritë. E jasmet të damore. Të bëjmë me një leckë e labë. Kjo përveç se shkëlqen ka dhe një aromë fantastike, se normal pas të dhëmbëve ishte me mente. Ja pra dhe përfundimi dhe soba shkëlqen dhe pse ka më shumë se 16 vite është perfekte. Shpresoj t'ju pëlqej, natën e mirë të gjithëve.